Në një kohë shumë të vjetër, në mallet e egra shqiptare, njerëzit besonin se jo çdo gjë që shihje ishte e kësaj bote. Në një fshat të vogël, jetonte një bari i ri. Nuk ishte ndonjë hero, nuk ishte i pasur. Ishte thjesht një djalë që kalonte ditët me delet nëpër malle, larg njerëzve, larg shurmës. Por kishte një zakon të çuditshëm. Ai nuk kthehej kurrë në shtëpi para se të binte nata, sepse thoshte se malli natën fliste. Fillimisht, askush nuk e merrte seriozisht. Të gjithë mendonin se ishte thjesht imagjinat, derisa një natë gjithçka ndryshoi. Ishte një natë pa hënë, heshtje totale. Ndërsa po mblidhte dellet për t'u kthyer, dëgjoi një zë. Jo si zë njeriu, ishte i lehtë, pothuajse si një këngë. Ai u ndal. Zëri vinte nga një pyll i dendur, ku askush mjaft fshati nuk shkonte. Një vend për të cilin pleqtë të thoshin mos shko atje pas perëndimit. Por kurioziteti ishte më i fortë se frika. Ai hyri në pyll. Sa më thellë shkonte, aq më i qartë bëhej zëri. Dhe pastaj i pa 3 figura, të veshura me të bardha, që lëviznin lehtë sikur nuk preknin tokën. Ishin zanat e malit. Sipas tregimeve, ato ishin krijesa të fuqishme. Nuk ishin as të mira, as të këqija. Por nëse i shqetësoje, nuk të fallnin. Djalli nuk lëvizi, vetëm i shikonte. Njëra prej tyre u kthye drejt tij, dhe për një moment gjithçka u ndal. Pse ke ardhur këtu? Tha ajo. Zëri i saj nuk ishte i ashpër. Ishte i qetë, por i frikshëm. Djalli nuk gënjeu, sepse ju dëgjova. Një heshtje e gjatë. Pastaj, ajo tha diçka që do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë. Jo çdo gjë që dëgjon duhet të ndjekur. Ai mund të ikte, mund të kërkonte falje dhe të largohej. Por bëri gabimin që shumë njerëz bëjnë kur përballen me diçka më të madhe se vetja. Qëndroi. Zanat filluan të qeshnin lehtë, jo si njerëz, si diçka që e dinte se çfarë do të ndodhte më pas. Do të japim një dhuratë, i than. Por çdo dhuratë ka çmim. Papritur, njëra prej tyre i preku ballin. Në atë moment, djalli ndjeu diçka që nuk e kishte ndier kurrë. Ishte sikur mund të kuptonte gjithçka. Natyrën, njerëzit, edhe gjëra që nuk shihen. Kur u kthye në fshat, nuk ishte më i njëjti. Filloi të parashikonte gjëra, të dinte kur do të binte shi, kur dikush ishte në rrezik. Njerëzit filluan ta kërkonin, filluan ta respektonin, madje disa edhe ta friksoheshin. Ai nuk ishte më thjesht bari, ishte bërë dikush tjetër. Por kishte një problem. Sa më shumë përdorte dhuratën, aq më shumë humbiste diçka nga vetja. Nuk qeshte më, nuk fliste shumë, dhe më e keqja, nuk flinte. Çdo natë dëgjonte të njëjtin zë, zërin që e kishte thirrur në pyll. Një natë nuk duroi më, u kthye përsëri në të njëjtin vend. Zanat e prisnin, e more atë që deshe, i thanë. Tani është koha të japësh atë që na përket. Djalli e kuptoi shumë vonë. Dhurata nuk ishte falas. Çmimi ishte paqja e tij. Disa thonë se atë natë ai u zhduk. Disa thonë se u bë pjesë e malit. Dhe disa betohen se, edhe sot, me metët pa hënë, mund të dëgjosh një zë nëpër malle. Jo këngë, por një paralajmërim. Sepse jo çdo gjë që duket si dhuratë, është bekim. Dhe jo çdo derë që hapet, duhet kaluar.